Në atësia është e imja. Kemi përgatitur një intervist, një emision, themi kështu, me shumë momente që kanë të bëjnë me ju dhe jetën tuaj, qoftë private, qoftë profesionale dhe akademike, po e nisim këtë pjesë me kutinë e kujtimeve. Të shojmë se qëfar kujtimesh keja, po qëfar nga ke sjellur në kutinë e kujtimeve? Në fakt, kam plot kujtime të bukura, të veçanta, por me gjithate mendova ta sjelli këtu një kujtim nga vitin 1990. Vitin 1990? Po, kur isha në klasën e tretë, dhe gjeneratës sonë sigurisht i kujtohet, ishte revista Pionieri, një revist që mund të botonin edhe nxënësit e shkollave të gjitha komunave në Kosovë në atë kohë, dhe sigurisht mësuesja ime në fakt, mësuesja Besire, mësuesja klasës së parë, na kishte inkurajuar çdo herë që të shkruanim poezi, që nga klasa e parë, me atë shkronja saj mësonim duhej të shkruanim një poezi. Dhe pastaj në klasën e dytë e zgjeruam këtë sepse na jepte një tematikë të caktuar dhe në atë kohë ishte koha e viteve të 90, vitet e represionit, Anton Qeta, i cili kishte një nismë unike të mobilizimit që ishte për te humanitare, ishte edhe politike, tani e kuptoj që është politike, sigurisht. Dhe sigurisht që e kam shkruar në vjesh me 2 strofa. Okej, a mund ta shohim, e ke Pionierin këtu? E kam Pionierin këtu. Okej. Do me thonë, kjo është Pionieri. 7-8 shtator 1990. 1990. Do me thonë, kjo është letra originale, të cilën e kemi shtypur me makinë shkrimi në atë kohë dhe kemi dorëzuar në redaksi. Tregoj kameras. Pra, okej, rubrika është Cicërimat e para. Cicërimat e para. Pra për nxënësit nga gjithë Kosova. Dhe kjo është... Kush e shkroi këtë? Dihet të shkruaj vetë apo e shkroi babaj? Babi e shkroi me maqinë. Babi me maqinë, okej. Ku është aty? Ndërkaq këtu është, do me thënë, në faqen 28, edhe poezia, cila është pajtimi i gjaqeve. Pajtimi i gjaqeve. Apo e lexon ata lexojnë? Mund ta lexosh. Do shta ma mirë ti me lexu. Hajtë se e ke shkru vetë. Okej, edhe pse ka kalu shumë kohë. Pajtimi i gjaqeve. Anton Qeta, tok me shok, pajton popullin pa pushim, dëshiron që në Kosovë të jetojmë të gjithë me gëzim. Shtrihet dora e pajtimi, falen gjaqe trimat bujar, ju lumt o burra thre trinia, se nderuat këtë popull mbar. E kujton si e bëre këtë poezi, si të erdhi ideja, apo... E kujtoj sepse i kam të ruajtura në shtëpi, do me thënë në një fletore, sepse shkruanim vazhdimisht, e thashë mësuesja na inkurajonte që të shkruanim poezi, dhe ishte temat e cilën na kishte dhënë mësuesja, dhe pastaj sigurisht që edhe shkrova vjeshën, por pa qenë edhe aq shumë e vetëdijshme për rëndësinë dhe procesin të cilin. E besoje se do të botohej? Kur e pe për herë parë që u botu? Jo, nuk e besova, sepse edhe nuk e dije se në cilin numër do të botohej, dhe kur erdhi Pionieri në klasë, ishte një befasi shumë e këndshme, pastaj e lexuam edhe në klasë, dhe mësuesja sigurisht i inkurajoi edhe nxënësit e tjerë që ta bëjnë të njëjtën gjë. Sot, të bjen mend ndonjëherë të shkruash poezi, apo vetëm lexon ndonjëherë? Unë shkruaj shumë mirë, por kam shkru fjalime, kam shkru temat, diplomës, shkruaj dokumenta, po jo poezi. Jo poezi? Jo, nga ajo kohë asnjëherë. Nga ajo kohë? Do me thënë, nga klasa e 4, kur e kemi përfunduar, se mësuesja vazhdimisht na ka inkuraju me shkru, po që nga ajo kohë jo, nuk kam shkruar. Gjithë kemi kujtime të tilla nga fad në shkollën fillore? Unë shkollën fillore kam kryer në Prizren, në shkollën Abdyl Frasheri, një lagje nga më të mëdhat në Prizren, paralelisht edhe shkollën e muzikës Lorenz Antoni për piano. Ato vitet e shkollës fillore i kujtoj me disa sfidat e cilat na kanë përcjell sigurisht. Përballja e parë me sfidat e cilat populli i Kosovës në atë kohë përballej nga represioni serb, ishte kur në gjysmëvjetorin e dytë shkova në shkollë dhe nuk na lanë të hyjmë brenda. Ishte viti 1989,
kur nuk na lejuan të futeshim brenda dhe mua më kishin mbetur vetëm edhe 4 shkronja që të përfundojmë avjetaren. Edhe sigurisht ishte një ndjenjë jashtëzakonisht e keqe, sepse mendova që unë nuk do të arrij asnjëherë të mësoj atë shkronja, nuk e kisha idenë se mund të mësoj atë shkronja edhe në shtëpi, apo prindërit, apo edhe në forma tjera, dhe u nisa në shtëpi duke qarë, edhe nëna e hap derën, edhe u habita sepse ajo do të ishte në punë. Dhe ajo më pyeti çfarë ka ndodhur, nuk na kanë lënë shkollë, i kam mbetë edhe 4 shkronja, s'ka problem se do t'i mësojmë këto. Dhe pastaj kur u rita kuptova se në të njëjtën ditë atë e kishin larguar nga puna po ashtu. Dhe ndërkohë pastaj erdhin nga Prishtina, halla ime ishte studente e mjekësisë, dhe njëjtë, domethënë në farë forme u solidarizuam me njëra tjetrën sepse edhe asaj u kishte mbyllur fakulteti, por e kujtoj atë ditë sepse është një pikë kthese. Edhe përjeton si fëmijë. Edhe përjeton si fëmijë, po që nga ajo ditë tavolina e kuzhinës në fakt u kthy si një bankë e shkollës. E pastaj ajo dhoma e ndejës u kthy në një klasë e vogël, sepse ne vazhduam të mësojmë shkronjat e mbetura. Ne përsëri u rikthyem në shkollë me disa ndërprerje, por në fakt aty për herë të parë mësova se si duhet të rezistosh, si duhet të luftosh dhe me çfarë fuqie duhet të përballosh një situatë kaq të vështirë. Pavarësisht që ishim fëmijë, atëherë siç e shihni edhe tek vjersha, domethënë vetëm kemi filluar me ndryshu narrativën, sepse deri në atë kohë ne mësonim vjersha edhe për heronjtë e Jugosllavisë e kështu me radhë. Prandaj ishte një farë përballje e parë me realitetin e hidhur të gjeneratës sonë, të cilët kemi qenë fëmijë, dhe pastaj ajo në një farë forme na përcjelli domethënë edhe në vitet në vijim. Vitet 90-ta veç filloi të bëj akoma më e dukshme dhe ta përjetoni ndryshe. Ta shohim tani një fotografi në LED, shohim se çfarë kujtimesh kemi nga ajo fotografi. Okej. Unë e solla këtë fotografi të familjes sime të gjerë. Në fakt... Familja ime e gjerë. Okej. Në bashkëshorti, prindërit, motrat, pastaj edhe dajt, edhe mbesa, edhe kusheret, kështu që desha ta ndaj këtë foto, sepse familja në secilin moment, po jo vetëm familja e ngushtë, jo vetëm bashkëshorti, Edi, apo edhe prindërit dhe motrat e vëllau, kanë qenë mbështetja ime pa kursyer në gjithë rrugëtimin. Unë jam me Gjublet, edhe bashkëshorti është Edi afër meje. Dhe këtu ka qenë një moment feste për ditën e 28 nëntorit të vitit të kaluar, sepse familja mblidhet një herë në vit, çdo herë, për të kremtuar festën e vitit të ri. Është një traditë familjare, edhe ata të cilët nuk jetojnë në Kosovë, e caktojmë një ditë dhe rregullisht çdo vit mblidhemi. Mirë, po kësaj radhe, motra ime kishte idenë që të shkojmë ta festojmë 28 nëntorin në Shqipëri dhe u veshën gjithë me veshje kombëtare. Hypëm në autobus, i marrëm instrumentet, pavarësisht se na nuk jemi instrumentista profesionist, po e gjithë familja kemi qenë në shkollë të muzikës dhe gjithë së bashku vazhduam për në Shkodër, e kaluam një natë të mrekullueshme. Prandaj unë desha ta ilustroj gjithë familjen me këtë foto se sa jemi afër për njëri tjetrin, sa kemi përkrahur njëri tjetrin, pavarësisht situatave se çfarë ndodhemi në jetën. Unë bëm përshtypje edhe veshja se nuk di nëse ka në familje që i ka të gjitha, i keni këto, apo i morët diku? Jo, i morët me qëra. I morët me qëra, se tash, kush i ka të gjitha këto vesh? E kush ishte ajo që i bindi, ose që ju bindi të vishën i të gjithë kështu? Dorik, motra ime me veshje arbëreshe, arkitektja, e kishte si ide që në natën kur e kremtuam vitin e ri një vit më përpara, e dha idenë që vitin tjetër të shkojmë në Shqipëri dhe të vishemi gjithë me veshje kombëtare. Si e përjetuat? Si ishte kjo natë? Ishte jashtëzakonshme, edhe domethënë luanim instrumente, kënduam, vallëzuam, pastaj kur u ndalëm tek pompa e benzinës, si zakonisht që ndalemi aty në mes të rrugës, menduan se jemi ensemble dhe kur i thonim njerëzve, sepse plot njerëz erdhën me fotografu me ne, pastaj edhe kur mbritëm në hotel, në shtëpinë e Filip Shirokës atje në Tradita Gegetosk, do të thonë ata menduan se jemi kështu në mënyrë të organizuar, pastaj kur e kuptuan se jemi familje, ishte një natë shumë e veçantë, kishte edhe ndërkombëtar, ishte një grup i njerëzve nga Britania e Madhe, vallëzuam së bashku, u kënaqëm shumë, kështu që një kujtim i bukur. Një kujtim i bukur, shumë interesant, dhe e meriton një duar trokitje nga zonjat.
se di zoja me ju vesh një herë kështu edhe juve. A I keni në përshpia si keni, të bëhemi edhe ne një herë kështu. Ha? Po I pjene dhe unë duhet mu vesh. I marrim me qira. Faleminderit shumë, Rozaf. Mirë, do të shojmë tani një fotografi tjetër. Okej, shkollimi. Fotografia tjetër është në Universitetin e Oxfordit, në shkollën për qeverisje Blavatnik. është një ndër shkollat më elitare për leadership. Unë kisha fatin të ndjeki një program intenziv për liderët e lartë të institucioneve publike, të cilin e ndjeka në Oxford, pas nominimit të cilin e bëri ambasada britanike këtu në Kosovë, por gjithsesi ishte garë që ta fitoje, sepse keni parasysh që Oxfordi ka standardet e larta për të pranuar studentët. Ishte një program jashtëzakonshëm. Filloi diku në fillim të vitit, pa shkuar fizikisht atje, kur ata na dërguan për herë të parë me post veprën e Shakespeare-it Measure for Measure, që ka të bëj me standardet e integritetit në jetën reale dhe të institucioneve. Dhe ajo pastaj u përkthye në mësime konkrete për negociata ndërkombëtare, pastaj për... A me një vepër të Shakespeare-it? Filloi ashtu, pastaj në ditën e parë kur shkuam, I gjithë grupi, do me thënë, ishin pozita shumë të larta, guvernator të bankave, ministra, ambasador nga Evropa, nga Amerika Jugore, nga Azia, dhe në ditën e parë ata na I dha notat e muzikës dhe na ndanë në 3 grupe. Dhe gjithë ditën ushtruam dhe në fund kemi pas me këndu një këngë me qëllim që me pas grupi një interakcion të tillë përmes muzikës. Na ilustrat, do me thonë, po shkonin në Oxford, studiuar diçka për administrat, për qeverisje, dhe po ju japin Shakespeare-in, po ju japin notat që të këndoni, ta nisni me muzikë. A duket pak sa surreale për realitetin tonë? Duket pak surreale, sepse pastaj edhe secili sesion fillonte me një confession session që I binte një sesion rrëfimi. Ne rrëfenim praktika nga jeta jonë reale, institucionale, si lider të disa institucioneve gjithandej botës, dhe ishin profesorët tanë, psikologë tjerë, të cilët analizonin veprimet e tona dhe na tregonin dhe na mësonin se si duhet të veprojmë në situatat të tilla, duke na treguar edhe për gabimet. Ku ishte pika e kthesës, ku ne kemi bërë një gabim të caktuar nga tregimet e tona. Pastaj kishte situata të simuluara, të sulmeve terroriste, kur duhet të këshillosh një president apo një kryeministër, brenda poshtë në bunker, po sa fillon ta ndërtosh një narrativ për t'ia prezantuar publikut, ndërkohë që ka jashtë protesta e tjera, do me thënë vinte evidencë e re. Ishte një program jashtëzakonisht intenziv, deri në 20 orë në ditë. Madje ishte një program që duhet I kushtoje kujdes edhe aspektit fizik, edhe aspektit mendor, sepse liderët, kur të marrin vendime, duhet me qenë të përgatitur në të gjitha aspektet, jo vetëm në aspektin profesional dhe në aspektin e kompetencës. Është një program shumë I vlefshëm dhe disa nga mësimet të cilat I mora atje sigurisht që me përkushtim I kam aplikuar edhe në institucionet të cilat Nga ajo vajza që e nxorën jashtë nga klasa pa I mësuar 4 shkronjat e fundit, 4 gërmat e fundit, tek ajo vajza që shkon në Oxford, ëndër e realizuar? Ëndër e realizuar për shkak të përkushtimit të jashtëzakonshëm, punës, përkushtimit për publikun, në këtë rast, sepse kisha një detyrë publike, dhe angazhimi, pastaj puna e cila ishte shumë intenzive me një ekip fantastik, sepse ato punë nuk I kam bërë vetë, por megjithatë kemi provuar që t'japim shembullin më të mirë të jetës institucionale për treguar transparencë, llogaridhënie institucionale, sepse pozitat publike janë në shërbim të publikut dhe pagat të cilat I marrin zyrtarët publik I marrin nga taksat e qytetarëve, prandaj duhet të jenë llogaridhënës vazhdimisht. Dhe ishte një lloj vlerësimi që e kishte bërë, do me thënë, edhe ambasada këtu, dhe pastaj unë arrita edhe vetë në garë ta fitoja këtë program, por me të vërtet ishte një eksperiencë. Po më intereson në eksperjenca jote, si e përjetove ti këtë? Po... Si proces, si shkollim, si përjetova angazhim, si ndryshim krejtësisht prej mënyrës se si bëhet shkolla këtu?
Unë kam ndjekur shkollim edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por sigurisht studimet bazike i kam përfunduar këto në Universitetin e Prishtinës dhe në kohën time shkolla ka qenë më tepër ex katedra, do me thënë profesori ligjerante, ne të tjerët dëgjonim, nuk ishim të drejtë ndonjëherë as të bënim pyetje. Atje, sistemi i shkollimit ishte më ndryshe, sepse një sistem i cili i hyn në punë liderve, në këtë rast njerëzve të cilët ishin të përfshirë në jetën institucionale, dhe gati është e pakrahasueshme, sepse një eksperiencë të tillë, sepse kjo është një program special, një program ekzekutiv elitar për i leadershipit, për njerëz të cilët mbajnë pozita të larta në institucionet publike gjithandej botës, dhe ishte i dizajnuar në atë format që t'i përgatiste këta kandidat që punën e tyre, të cilën e bëjnë çdo ditë ta bëjnë me më lehtësi. Dhe aty edhe ishte qëllimi, do me thënë, që të merren ato praktika. Unë akoma jam alumni, jam aktiv, kam shkuar edhe disa herë mbrapa atje. Ata vazhdimisht na mbajnë të angazhuar, të na ftojnë për konferenca, shkëmbejnë eksperiencat, informatat, përcillet çdo hap. Do me thënë, universiteti përcillet çdo hap të zhvillimit shoqëror. Edhe inteligjencën artificiale, edhe aspekte geopolitike, luftra, gjithçka që ka ndodhur, ekonominë globale, gjithçka. Do me thënë, universiteti është në shërbim të shoqërisë. Sa të ndihmoi ty? Sa arrite që ato të cilat i mësova atje t'i vësh në zbatim dhe në shërbim të shoqërisë këtu? Programi ka qenë i fokusuar në integritetin e shërbyesve publik, dhe unë mësova se si akoma më shumë duhet t'jesh përgjegjës para publikut, të kryesh detyrën me nder, me integritet, të japësh mundësi njerëzve meritor, të bazohet vlerësimi në kompetencë profesionale, pa pasur anime politike dhe pa pasur interferenca politike, edhe pse edhe në shkollë mësonim, sepse nuk janë këto fenomene të cilat në atakojnë vetëm neve këtu. Sepse janë fenomene gjithandej, sepse pozitat e larta sigurisht që e ndajnë një farë roli politik në një farë forme në gjithë botën, prandaj mësuam se si duhet të qëndrojmë parimeve, si duhet të respektohet ligji dhe si duhet në fund të ditës të jemi përgjegjës përpara qytetarëve, sepse janë ata të cilët i paguajnë taksat e tyre për njerëzit të cilët i mbajnë të funksione publike. Pyeta sa arritet ta vësh në zbatim? Sa kishte mundësi të vihej në zbatim ajo që mësove dhe pastaj të ndikohet edhe tek të tjerët, sepse integriteti shërbyesve civil sigurisht është me rëndësi në çdo kohë. Absolutisht. Arrita të jetësoj shumë procese, fillimisht të adresojmë rekomandimet e auditorit në nivel shumë të lartë, të rritim përgjegjësinë institucionale, të rritet transparenca institucionale, të publikojmë gjithçka në faqen zyrtare të internetit të institucioneve ku kam punuar, pastaj të ftojmë dhe të përfshijmë shoqërinë civile në proceset e vendimarrjes, të përfshijmë shoqërinë civile në procesin e politikbërjes, të japim qasje në informacion dhe rrjedhimisht të kemi një vendimarrje sa më të informuar dhe sa më kredibile, sepse e kemi parasysh që institucionet tek ne, sidomos në kohën kur unë kam qenë, janë perceptuar me një lloj besimi goxha të ulët. Prandaj, edhe gjatë kohës sa kam mbajtur pozitën e sekretares së përgjithshme në të dy ministrit, përveç se kam dashur të jap shembullin më të mirë të një zyrtari publik që nuk i shfrytëzon gjitha benefitet që t'i jep pozita domosdoshmërisht, deri të disa gjëra shumë të vogla, për shembull i thirrja ambasadorët ose bashkëpunëtorët në shtëpi për darkë, sepse kushtonte ma lirë, sepse unë nuk e shfrytëzoja reprezentacionin, ose mos me hyp në liftin VIP, sepse gjithë shkon i mëzyrë, edhe stafi tjetër, domethënë, i mësova disa finesa të cilat në shikim të parë duken shumë të vogla, por ato e ka një efekt shumë të madh, sepse secili pjesëtar i ekipit ndihet që ka pronësi ndaj sukseseve dhe ndaj dështimeve, sepse ka momente kur përjashtohen njerëzit për proceseve, nuk janë pjesë e sukseseve dhe rinë të distancuar, mirë po distancoj veten njëkohësisht edhe kur ndodh një dështim dhe
puna ekipore dhe sidomos në institucione, ato e mësova, do më thënë, pikërisht atje, që gjithëpërfshirja e posaçërisht llogaridhënia janë kryqëzimi e institucioneve publike. Tani, ke qëndruar gjatë në administratën e shtetit, po them unë kështu, para shpalljes së pavarësisë dhe pas shpalljes së pavarësisë. Si bie që ishte një proces edhe i pavarësimit të institucioneve. Nga ato që ishin bashkë me UNMIK-un ose të UNMIK-ut, tash po bëshin shtetërore. Sot, nga jashtë, si e vlerëson administratën? Çfarë administrate ka shteti ynë? Unë e kam një përvojë relativisht gjatë në pozita të ndryshme brenda institucioneve, siç e përmendet para pavarësisë. E kujtoj kohën e pavarësisë, jo gjithkush, do me thënë, ne si gjenerat, sigurisht që e kemi pasur ndoshta privilegjin që të përjetojmë pavarësinë e shtetit tonë, sidomos kur je brenda institucioneve. Kemi kontribuar në draftimin e ligjeve, sidomos ligjeve për pushtetin lokal, me qenë se ishte në atë kohë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Ligjeve bazike të cilat akoma sot janë në fuqi sepse janë legjislacion bazik dhe nuk kanë arritur të ndryshohen për shkak se kërkohen dy shumica edhe nga ana e shumicës shqiptare edhe nga ana e shumicës komuniteteve. Prandaj vetë kontributi, edhe pse ndoshta në ato momente nuk je edhe shumë i vetëdijshëm se çka do të thotë kjo, por tash kur e shikoj në perspektivë, sigurisht që institucionet me kalimin e kohës janë maturuar. Do me thënë, në fillim ndoshta nuk kanë qenë atë shumë të eksperiencuara, sepse ajo shkëputja 10 vjeçare sigurisht që i ka dhënë efektet e veta negative, mirë po ne kemi pasur përkrajen nga donatorët, kemi pasur ekspertizë ndërkombëtare dhe ka njerëz në administratë, pavarësisht që akoma nuk është se perceptohet që është një administratë profesionale, por gjithsesi unë konsideroj që administrata me kalimin e kohës ne kemi pasur ndryshime shumë të shpeshta të qeverive, do me thënë të stafit politik, dhe kjo as pak nuk ka ndikuar në punën e administratës. Do me thënë disa procese të cilat janë procese jetike për administratën, ato kanë vazhduar, do me thënë. Kështu që sigurisht që duhet akoma punë për të bërë, për të mbërritur, do me thënë, për të arritur standardet e Bashkimit Evropian, me qenë se veç po aspirojmë Bashkimin Evropian. Duhet të punojmë sa më shumë në profesionalizmin e administratës, duhet të punojmë sa më shumë të rrisim besimin e institucioneve në raport me qytetarët. Por kjo është një proces gradual dhe Kosova nuk bën shumë përjashtim edhe nga vendet e rajonit, duke pasur parasysh edhe sfidat edhe kulturën institucionale e tjera, por në përgjithësi mendoj që administrata në Kosovë, jo vetëm në nivelin qendror, por edhe në nivelin lokal, do me thënë, ka arritur edhe ka pasur një progres të vazhdueshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit Rozaf. Është momenti që të ndjekim një video nga viti 2019, një vlerësim për ju nga një personalitet i rëndësishëm. Ta ndjekim. Një qasje e tillë që penalizon profesionalitetin në favor të nepotizmit, por shkatërron institucionet siç po shohim gjithë në rastin e postës. Në dritë këtyre fakteve, me të drejtë mund të pyesni pse ambasada britanike po mbështet këtë projekt. Cila është arsyeja përse shpenzohen parat e taksapaguesve britanike për një ndërmarrje të tillë e cila nuk po i jep rezultate dëshuara. Përgjigja është sepse ne nuk kemi hequr dorë nga Kosova. Sepse besojmë në qytetari aktive, e cila do të kërkoj llogari nga të përzgjedhurit e saj, njësoj siç bën çdo shoqëri demokratike. Sepse besojmë se vetëm me profesionalizëm do të përmirësohet qeverisja në Kosovë. Sepse dëshirojmë të ndihmojmë zyrtarë publike që me punën e tyre kanë dëshmuar integritet dhe vullnet për të punuar drejt. Siç është rasti i Rezafa Ukimeraj, sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe Administratës, e cila ka arritur në këtë pozitë në pozitë të saj, të meritës dhe punës së saj. Ajo sot është rol model i zyrtarës së lartë të Kosovës. Me punën e saj, Rezafa ka arritur që në ministrinë që udhëheq të arrijë barazi gjinore dhe ka siguruar transparencë dhe profesionalizëm në gjithë proceset rekrutuese në atë ministri, duke aplikuar metodet e njëjta si projekti i rekrutimit edhe në rekrutimit e brendshme. Rasti i Rezafës tregon se një individ mund të bëjë diferencën, përderisa ai individ
është vetë profesional, nuk ka lojalitet në dajës kujt tjetër, për pas integriteti personal, dhe ka vullnet të jetë heroi Kosovës e ditëve të sotme. Ish ambasadori Ruari O'Connell, i cili foli fjalët më të mira për ty. Çfarë do të thotë kjo për ty? Sigurisht që ishte një inkurajim i jashtëzakonshëm, kur duke konsideruar që vinin këto fjalë nga një ambasador i një shteti mjek të Kosovës, i cili kishte mbështetur në fakt punën e institucioneve, sidomos procesin e rekrutimit meritokratik në pozitat e larta vendimarrëse. Në atë kohë, unë kërkova mbështetjen e ambasadës britanike, sepse projekti ishte dizajnuar që të mbështeste vetëm rekrutimin e pozitave të larta drejtuese, në rrethonat kur administrata ishte mjaft e politizuar dhe pozitat e larta publike nuk është se mund të ofronin mundësitë e barabarta edhe për njerëzit të cilët nuk kishin lidhje me politikën. Dhe pastaj, sipas kërkesës, ambasada afroi këtë përkraje edhe për ministrinë dhe ne arritëm që proceset edhe promovimet e brendshme ti bëjmë të monitoruara nga organizata BIRN, e cila ishte një organizatë e cila ishte angazhuar nga vetë ambasada dhe rrjedhimisht i plotësuam pozitat e cilat ishin vakante dhe i u dham njëkohësisht grave mundësi të barabarta, që në qoftë se meritojnë, atëherë ato mund të avancohen dhe të marrin pozita më të mira dhe rrjedhimisht edhe në ministrinë të gjitha nivelet u arrit reprezentimi gjinor i barabartë, ashtu siç e kërkon edhe ligji për barazi gjinore 50%. Faleminderit shumë, Rozafa. Do të flasim për barazinë gjinore, por pas marketingut në pjesën e dytë.
Faleminderit shumë. Jemi këtyr në studio, po bisedojmë me Rozafa Ukimera Iquni, tash avokate, mirë po me një përvojë shumë të gjatë në institucione. Do ta shohim edhe një let për të vazhduar bisedën aty ku e lam dhe ky let na çon tek Ministria e Mbrojtjes. Po. Çfarë fotografi është kjo, çfarë kujtimi është ky? Këtu jemi në kompleksin Adem Jashari, pranë varrezave të familjes Jashari. Kanë qenë ditët e epopesë së UÇK-s dhe sigurisht që bashkë edhe me FSK-n kemi shkuar të bëjmë homazhe, ka qenë koha e pandemisë, si shifet, i kemi maska. Me maska të gjithë. Dhe në fakt nuk e kisha menduar ndonjëherë që do të përfundoja në Ministrinë e Mbrojtjes, derisa ministri atëhershëm më shkroi një mesazh dhe më kërkoi një takim. Nuk e kisha idenë se për çfarë, sepse ishte ministri. Kush ishte ministri? Ishte ministri Anton Çuni. Anton Çuni, okay. Dhe më kërkoi që të takoheshim, ishte hera e parë që unë e takoja, sepse sigurisht që e kam njohur nga veprimtaria e tij publike, por nuk kisha, domethënë, relacione tjera. Dhe po sa u takua, më bëri një pyetje shumë konkrete. Nëse më kishte mbetur peng nëse që nuk kam luftuar gjatë luftës. Dhe sigurisht unë një përgjigje shumë të sinqert. Në kohën kur ishte lufta, unë isha e vogël, por gjithsesi unë provoj të luftoj me mënyra tjera, jo vetëm me armë, por e pra atëherë pikërisht. Na duhet dikush që do ta bëjë një luftë të re. Luftën kundër korrupsionit, luftën për ta bërë Ministrinë e Mbrojtjes në institucion me integritet, sepse është një ndër parakushtet, sidomos kontrolli civil demokratik ndaj ushtrisë dhe proceset e cilat, domethënë, ndodhen pak më vonë, bashkëzbarkimi i parë i forcas së sigurisë së Kosovës për krah ushtrisë amerikane në Kuvajt e tjera, kështu që ai më bëri një ofertë që të shkoj si sekretare e përgjithshme. Më vonë e kuptova që kishte qenë, domethënë, një rekomandim që kishte ardhur nga zyra e NATO-s, e cila është brenda Ministrisë së Mbrojtjes, sepse sigurisht ministri nuk më ka njohur dhe referenca kishte ardhur, nuk po ja përmendim emrin se nga cili shtet. Por kështu filloi dhe pastaj shkova në Ministrinë e Mbrojtjes, posa fillova, nuk e pranova me njëherë. Të mendosh çfarë mund bëj unë aty? Unë nuk e kisha menduar ndonjëherë që të shkoj në Ministrinë e Mbrojtjes, sepse nuk është se kisha një përvojë në sektorin e mbrojtjes dhe të sigurisë, por gjithsesi se puna e sekretarit është punë e cila merret me menaxhimin financiar, menaxhimin e aseteve, menaxhimin e burimeve njerëzore, politikave tjera, është punë për afërsisht, domethënë, e ngjashme të cilin e bën në secilin institucion, në secilin ministri. Prandaj mendova sigurisht disa ditë edhe pranova dhe kur shkova atje ishte një proces shumë delikat të cilin arritëm e bë një momentet e fundit, sepse u shpërnda parlamenti. Procesi i bashkëzbarkimit të forcës së sigurisë së Kosovës kishte mbetur si një proces i papërfunduar për një kohë më shumë se një vit. Dhe posa shkova atje, domethënë, bashkëpunëtorët tanë, aleatët tanë nga zyra për bashkëpunim të mbrojtjes nga ambasada amerikane më njoftuan për procesin i cili ishte me shumë rëndësi, sepse ushtria amerikane kishte bërë një ftesë forcas së sigurisë së Kosovës për një bashkëzbarkim ndërkombëtar. Ndërkohë që Kosova është konsumuese e paqes, ndërkohë që ne kemi një mision paqësor që është KFOR-i, i kishte ardhur Kosovës një ofertë që të bashkohet në një mision ndërkombëtar paqeruajtës, pavarësisht se kishte një mision brenda. Do me thënë t'i tregojmë botës se ne mund të eksportojmë paqe, jo vetëm të konsumojmë. Dhe ishte një proces me shumë sfida dhe posa filluam në punën, duhej një koordinim ndërinstitucional, fillimisht ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Jashtme, pastaj në nivelin e qeverisë, të miratohen marrëveshjet, por duhej edhe aprovimi në parlament dhe në fund sigurisht edhe dekretin nga presidentja dhe ato ditë u bën njoftimin nga gjykata kushtetuese se po shpërndahet parlamentin. Dhe ishim pothuajse në momentet e fundit ta realizonim, ishte viti i ri, festat e fundvitit, domethënë, dhe ishte viti i ri 2021 që po fillonte. Dhe punuam edhe gjatë natës së vitit të ri, edhe një koordinim, mund të them, i shkëlqyeshëm ndërmjet gjitha partive politike në atë kohë dhe arriti të miratohet vendimi në parlament nga 96 deputet, vetëm duke shfrytzuar kohën të cilën gjykata kushtetuese akoma nuk e kishte publikuar vendimin, sepse në momentin që publikohej bëhej final, po vetëm e kishim paralelizuar. Edhe më herët fole për barazin gjinore, po tani tek Ministria e Mbrojtjes
ka ndodhur t'jesh e vetmja grua në tryezë, apo edhe dikush tjetër, pak grave, diskutohet me burra. Si është ky pozicion për ty? Si ja ke dalë ta mbash këtë pozicion? Nuk është pozicion i lehtë, sigurisht. Edhe gjatë 2 mandateve si sekretare e përgjithshme, në gjeneratën time kemi qenë dikon 24 sekretar, dhe unë kam qenë sekretarja vetë me grua, tash ka më shumë sekretare. Nuk ka mjaftueshëm, po ka pak më shumë. Edhe në Ministrinë e Mbrojtjes, po në përgjithësi sektori i mbrojtjes është një botë e burrave, jo vetëm në Kosovë, do me thënë është gjithandej, edhe në vendet më demokratike, dhe nuk është se ka shumë gra në këtë sektor, dhe sigurisht nuk ishte diçka shumë e vështirë, sinqerisht, sepse e kisha një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, edhe me komandantin e FSK-s, edhe me generalet, kolonelët, major, gjithë oficerët në oficer, do me thënë, ishte një eksperiencë jashtëzakonshme, aty ishte më lehtë sepse disiplina dhe hierarkia respektohen në maksimum. Dhe në raport me institucionet e tjera, sigurisht që aty dallon, prandaj ishte më e lehtë. Do me thënë, në aspektin e punës ishte më e lehtë, por edhe në aspektin ndërpersonal, unë akoma i kam meq ata, akoma dalim bashkë, mbaj kontakte dhe me të vërtet ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme. A duhet t'jesh dy fish më e fortë? Nuk besoj. Edhe në ato rrethana, unë besoj fuqishëm që edhe burrat, kur i shohin gratë që janë kompetente, profesioniste, ja respektojnë atë pjesë. Pavarësisht që mundësitë për gratë janë më të kufizuara, edhe sot në administratën publike, në pozita vendimarrëse janë diku 22-23% gra, do me thënë, nuk është. Sa kohësh nuk je më në administratë publike? Nuk jam që nga viti 2022. Që nga viti 2022. Tani kam një pyetje kështu. Nëse do të kthehesh sot, në ditën e parë si sekretare, shumë vite mbrapa, çfarë do t'i thoje vetës? Nëse do të isha sot, në atë pozicion. Në ditën e parë, kur ke qenë sekretare, çfarë do t'i thoje vetës? Nga përvoja, eksperienca, nga këndvështrimi tanishëm. Unë çdo herë jam krenare që kam shërbyer adeut, me nder dhe dignitet. Jam mundu me bo punën në mënyrë profesionale, të paanshme, të pa influencuar politikisht, në kuptimin e një agende politike të një partije politike, sepse vendimet sigurisht edhe proceset kanë qenë vazhdimisht politike. Nuk ka qenë rrugë e lehtë, ka qenë rrugë shumë e vështirë, por sinqerisht nuk kisha bërë diçka ndryshe. E kisha ripërsërit komplet. Ama çfarë do t'i thoja asaj Rozafës, që ka shku ditën e parë si sekretare? Rozafës do t'i thoja sepse rrugtimi më pastaj nuk ka qenë edhe aq i lehtë. Përgatitur për një... Do me thënë, përgatitur për një betejë të fuqishme. Sepse gratë në çfarë do pozite që e mbajnë, nuk është se e ka një rrugëtim të lehtë. Mirë po, sidomos, në pozitat e larta vendimarrëse, është një përgjegjësi tjetër, e sidomos kur përballesh pastaj me presionin e publikut, me presionin e familjeve, shoqërisë, sepse vjen një farë momenti që dukesh vetjak, sepse dukesh që nuk ju ndihmon njerëzve. Ndërkohë që ti dëshiron të qëndrosh pranë parimeve, ligji tjera, do me thënë, ka pas momente edhe që keq kuptohesh, por në afat gjatë, pastaj mirë kuptohesh edhe jep efekt. Kush ka sfiduar më shumë për gjatë këtyre viteve? Politika, kolegët, apo vetvetja? Gjithsesi se më ka sfidu politika. Unë asnjëherë nuk kam qenë pjesë e asnjë partije politike, unë asnjëherë nuk kam mbajtur në një funksion politik, por sigurisht kanë qenë edhe procese tjera, do me thënë, të vështira, kanë qenë procesi decentralizimit ka qenë i vështirë, procesi i negociatave në Bruxelles ka qenë i vështirë. Madje edhe procesi i blerjes së armatimeve, ose do me thënë, ka pas shumë procese tjera të cilat janë të vështira, por më së shumti sigurisht që më ka sfiduar politika, kërkesat jo reale dhe jo ligjore, të cilat ka qenë shpeshherë vështirë me i rezistu, po jam e lumtur që kom arrit me rezistu, me qëndru edhe me navigu sukses shumë. Faleminderit shumë. Ditën e fundit në administratë, çfarë i the vetës? Ditën e fundit... Ishte e vështirë, thoje që po e lë? Ndryshoj legislacioni praktikisht edhe më shumë se 2 mandate sekretar, pastaj duhej disa procedura tjera edhe e vendosa shumë shkurt që po dalë. Do më thonë, diçka e papritur. Me qenë se më kishte mbetur vetëm edhe një periudhë shkurtër kohore për të rikthyer në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për të përfunduar
komplet mandatin, sepse ligji ndryshoi dhe nuk lejohej që të qëndroja më gjatë në Ministrinë e Mbrojtjes, dhe vendosa të mos kthehem. Ishte i vështirë si vendim? Atje e kishin marrë ritmin e vetë punët në institucionin tjetër dhe mendova që e dhash kontributin maksimal, u rrita në administratën për të gjitha pozitat, arrita pozitën më të lartë të një shërbyesi civil, pa anime politike, pa mbështetje politike, dhe u mundova njëkohësisht të jap edhe një shembull se gratë mund të mbajnë pozita të larta publike, edhe kur nuk janë të përfshira në partitë politike, dhe vetëm për shkak të profesionalizmit apo edhe përkushtimit për punë. Prandaj e vendosa kështu në mbrëmje, edhe thash nuk po kthehem. Edhe e bëra një postim Facebook. Kishe plan tjetër? Nuk kisha asnjë plan tjetër. Edhe bëra një postim Facebook. Të mungon ajo dinamika, të mungon rutina e asaj kohe? Po, të mungon dinamika gjithsesi, por unë jam shumë angazhuar edhe në projekte tjera, punë tjera, dhe mendoj që në secilin rol mund të japim kontributin për shoqërinë, për shtetin, mund të jemi qytetar aktiv, mund të jemi avokat mirë, mund të jemi profesionist mirë. Unë përsëri kam vazhduar punën pasaj me institucione, edhe si këshilltare jashtme në Ministrinë e Mbrojtjes, pastaj edhe me USAID-in, deri kur edhe përfundoj. Tani jam e angazhuar edhe me një program të ri të amerikan, njëkohësisht paralelisht si avokate, dhe unë mendoj që kudo mund të japësh një kontribut. Do të rikthehesh në institucione? Do ta mendoje rikthimi? Nuk e përjashtoj. Nuk e përjashton. Okej. E kemi një video tjetër, surprizë kësaj radhe. Ta ndjekim. E dashur Rozi dhe përshëndetje për të gjithë teleshikuesit e televizionit ATV dhe emisionit Libero. Me kënaqësi jam përgjigjur ftesës për të qenë pjesë e kësaj videoje të shkurtër. Rozi, ti për mua je inspirim, je model, je shembull që provoj ta ndjek çdo ditë. Sot, në kuadër të këtij emisioni, më lejo të të sfidoj edhe me një pyetje. A e ke menduar ndonjëherë që kontributin tënd ta japësh edhe në politikë, aty ku vendimarrja më shumë se kur kërkon njerëz me vlera? Rozi, unë jam pafundësisht prenare me ty për vlera dhe integritetin që ti përfaqëson dhe të dëshiroj shumë suksese tashmë edhe në rrugtimin tonë të përbashkët si dy avokate. Faleminderit shumë Albulena që u bëre pjesë e emisionit dhe për pyetjen. Motra. Tani veç ju kam bashku zyrës Respublika, të cilën e ka themelu Albulena, e cila është doktore e shkencave juridike. Pyetjen të cilën ma bëjnë shumë njerëz, edhe oferta nga partitë politike nuk mund ta mohej se nuk kam pasur. Kështu që, si që thash, mund të japësh kontribut në çfarëdo fushë të cilën punon. Unë vendimet e mia i kam marrë të pavarura nga politika, dhe pse e përmenda që kanë qenë të vështira, por gjithsesi, nëse në një moment të caktuar jetësor, vetëm përmes politikës mund të jetë një kontribut akoma më i madh se sa mund ta jap, atëherë i them Albulenës që mund ta mendoj në mënyrë të përgjithshme. Okej, mund ta mendosh. Je duke e menduar. Për momentin, po tani je duke punuar me Albulenën, tek zyra e Albulenës. Si është punosh me motrën? Është interesante, tani sa po kam fillu, së fundi jam licencuar si avokate. Ne gjithsesi edhe gjatë rrugtimit të saj kur ka qenë në studime, sepse të dyja jemi juriste, vazhdimisht kemi shkëmbyer ide, mësime, e tani kemi fillu edhe me punu bashkë që ndjenje mirë, absolutisht. Faleminderit shumë që ishe sot në Libero, faleminderit për bisedën, të urojmë shumë suksese në rrugtimin tënd. Faleminderit juve. Faleminderit. E përcjellim me një duar trokitje, Rozafa Ukimeraj Çunit. Mund ta merrni pionierin, ju lutem se është me rëndësi për ju.